Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i dorëzoi kryeministrit Edi Rama progres raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë. Në fjalën e tij, Gonzato tha se Shqipëria ka bërë një punë shumë të mirë, ndërsa shtoi se tashmë vendi ynë ka hyrë në një fazë vendimtare. Tani duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi unike në procesin e negociatave të antarësimit, pasi po hymë në një fazë vendimtare. Është një fazë ku në fakt do të testohet vullneti dhe aftësia e Shqipërisë për të parafruar me standardet dhe legislacionin e BE-s. Shqipëria duhet jo vetëm të ruaj, por edhe të përshpejtojë ritmin e reformave. Prioriteti menjëhershëm për të arritur përparim të mëtejshëm për negociata është përmbushja e atyre që quhen piketat e ndërmjetme, që janë hapa konkret që shtetet anëtare i kanë përcaktuar si kërkesa themelore që çdo vend aspirant duhet të plotësojë. Këto piketa konsiderohen aq të rëndësishme sa pa përmbushjen e tyre nuk mund të mbyllet as provizorisht në një kapitull tjetër. Raporti konfirmon angazhimin e fortë politik të Shqipërisë ndaj synimit strategjik të integrimit në BE si përparësia apo prioriteti kombëtar. Raporti vlerëson dhe nivelin e lartë të dëshirës dhe ambicjes për të ecur përpara negociata që vazhdon të jetë ruetur në një nivel të njëjtë, por gjithashtu kujton se dinamika aktuale duhet të përkthehet në reforma më të shpejta në përputhje me standardet e BE-s. Kryeministri Rama tha se raporti përmban arritjet, por edhe problematikat që vendi ka ende, por ajo që ka rëndësi është vlerësimi i lartë që Bashkimi Evropian ka për rrugën e Shqipërisë drejt Unionit. Ky raport thot shumë gjëra, por mbi të gjitha thot një gjë, që Shqipëria është në rrugën e dur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Duke thënë këtë, raporti ka thënë të tëra. Ndërkohë që patjetër që në këtë rrugë të duhur ka sfida në çdo hap. Sfida dhe çështje për t'u adresuar jo vetëm në mënyrë sasiore, por edhe në mënyrë cilësore. I pyetur lidhur me deklaratën e komisioneres për zgjerimin Marta Kos, që shtetet të cilat synojnë antarësimin në BE mund të vendosen në një periudhë prove, Rama tha se kjo është një ide e tij prej shumë vitesh dhe që mund të japë përfitime të dyanshme si vendeve anëtare, ashtu edhe vendeve kandidate.